Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Në kuadër të punimeve të samitit të Komunitetit Politik Evropian Armeni, që ka tubuar burgshtetas nga 48 vendet Evropës, Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar një sër takimesh me lider dhe përfaqësues të lartë ndërkombëtar, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, përfaqësuesen e lartë të BE-s Kaja Kallas, si dhe kryeministra dhe lider të tjerë evropian dhe ndërkombëtar. Ai ka theksuar përkushtimin e Kosovës në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, duke cilësuar këtë proces si të domosdoshëm për stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë të vendit dhe rajonit. Po ashtu është theksuar rëndësia e njohjes së Kosovës nga vendet që ende nuk e kanë bërë dhe avancimi i saj drejt statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Me qëllim të zgjerimit të pranisë diplomatike dhe fuqizimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, ushtruesja e detyrës së presidentës Salbulena Haxhiu ka nënshkruar dekretin për themelimin e një misioni të ri konsullor në shtetin e Teksasit. Ky mision do të funksionojë në nivel të konsullatës së përgjithshme dhe do të jetë me seli në Houston. Numri i rregulloreve të ndryshuara për zgjedhjet e 7 qershorit ka arritur në 4 dhe në këtë fazë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mos plotësohet me antarin e fundit nga radhët e partive politike. Përfaqësues të KQZ-s thonë se për zgjedhja e komisionarëve do të trajtohet me kujdes, por personave nënhetime nuk u ndalohet përfshirja në proces. Vetëm brenda një dite u ndaluan 109 komisionar në mesin e tyre dhe familjar të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Disa prej tyre u dërguan në mbajtje në ndyshimin për keqpërdorim të votave. 4 muaj më vonë procesi hetimor ende nuk është përmbyllur, ndërsa vendi po përgatitet për zgjedhjet e 7 qershorit. Nga KQZ-ja thonë se për zgjedhja e komisionarëve do të trajtohet me kujdes, por personave nënhetime nuk u ndalohet përfshirja në proces. Në masë të madhe, kjo përcaktohet edhe nga emrat që do të dërgojnë partitë politike. Gjatë kohës së përgatitjes së këtij procesi zgjedhor, pra gjatë kohës së emërimit të komisioneve komunale të zgjedhjeve, të këshillave të vendvotimit dhe të ekipeve të numërimit, pra në përgjithësi të trupave zgjedhore, KQZ do të ketë kujdes të veçantë në këtë aspekt, gjithmonë duke pasur për bazë ligjin dhe aktet nënligjore. Është vendosur një mekanizëm i ri kontrolli gjatë numërimit të votave, ku pas pranimit të materialeve në QNR mund të vendoset rinumërimi deri në 10% të vendvotimeve të përzgjedhura rastësisht. Ndërkohë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi theksojnë se si komisionarët ashtu edhe kandidatët për deputet duhet të kenë integritet të lartë zgjedhor. Prapë kjo mbetet në diskrecionin e partive politike që integritetin e kandidatëve të tyre ta masin dhe që në listat e tyre të vendosin ata njerëz të cilët kanë integritet zgjedhor dhe nuk është dëshmuar që në të kaluarën e kanë cënuar atë për arsye që përveç vendoset para qytetarëve ose si opsion për ta votuar atë person, ai po ashtu e përkufizon edhe profesionalitetin apo integritetin e komplet asoj liste të asoj partije. Numri i rregulloreve të ndryshuara për zgjedhjet e 7 qershorit ka arritur në 4, ndërsa në këtë fazë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mos plotësohet me antarin e fundit nga radhët e partive politike. Për këtë çështje foli gjatë ditës ushtruesja e detyrës së presidentës Salbulena Haxhiu. Rëndësishme për mua është që të respektohet fuqia e subjekteve politike që ja kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra fuqia, proporcionaliteti edhe përfaqësimi besoj që janë shumë të rëndësishme. Megjithatë, Haxhiu tha se duke qenë se KQZ-ja nuk bllokohet në mungesë të një antari, ajo do të vazhdojë të funksionojë dhe t'i ushtrojë përgjegjësitë e saj sipas vlerësimit të nevojshëm. Gjendja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që nuk kanë arritur ta marrin statusin zyrtar, mbetet e ndjeshme dhe komplekse. Ushtruesja e detyrës së presidentës Salbulena Haxhiu u ofroi mbështetje institucionale dhe bëri thirrje për aplikim, ndërsa qindra kërkesa janë refuzuar për shkak të mungesës së dokumentimit. Viktimat pas status mbeten pa mbështetje financiare dhe shëndetësore që garanton njohja zyrtare.
Ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Arbulena Haxhiu, u ka bërë thirrje personave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në vend të aplikojnë për njohjen e statusit. Pas vizitës që ajo i bëri shoqatës së lidhjes dhe invalidëve të viktimave civile në Kosovë, tha se kjo kategori përballet me shumë sfida në jetë në të gjithë sektorët. Më lejoni që të shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë personave që kanë qenë të dënuar seksualisht gjatë luftës së fundit në Kosovë që të aplikojnë për njohje të statusit. Ju e dini që janë 4 organizata të licencuara që merren me ndihmën e personave të mbijetuar të dhunës seksuale, përfshirë pastaj si organizata e PEST dhe organizata në të cilin jemi. Ndërsa drejtori shoqatës së lidhjes dhe invalidëve të viktimave civile në Kosovë, Mustaf Prenku, foli për gratë që trajtohen në këtë shoqatë. Në këtë qendër i kemi mbi 900 gra që kryjnë trajnime, mbi 400 raste në raste dhunës seksuale gjatë luftës që kanë përjetuar dhunë gjatë luftës dhe jam shumë krenar që del dikush na viziton dhe i din hallet dhe dertet e organizatave që merren me këto kategori dola nga lufta. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, mendohet se rreth 20.000 gra dhe burra kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në qendrën klinike universitare u lansua projekti për shërbime të integruara digjitale, një hap i rëndësishëm që lehtëson regjistrimin e të porsalindurve. Aplikimi për përfitime bëhet përmes platformës e-Kosova, ndërsa projekti nisur si pilot në Gjilan dhe Ferizaj pritët që pas kryqëtetit të zgjerohet edhe në komunat të tjera. Lansimi i projektit për shërbime të integruara digjitale në qendrën klinike universitare pritet të lehtësojë regjistrimin e foshnjave, ndërkohë aplikimi për përfitime bëhet përmes sistemit online në platformën e-Kosova. Tani tutje lindjet e foshnjave do të regjistrohen në më pak se 4 minuta dhe prindrit nuk do të kenë nevojë të paraqiten fizikisht për t'i regjistruar. Regjistrimi i të porsalindurit në sistemin informativ shëndetësor, aplikimi për shtesat për lehonat dhe fëmijën, regjistrimi i vaksinave, një hap shumë i rëndësishëm për mbikëqyrjen e vaksinimit në Republikën e Kosovës, hapja e llogarive në platformën e Kosova, si dhe njoftimi elektronik institucioneve përkatëse. Platforma ofron gjithashtu informacione për secilën fazë, pra nga paralindjes, gjatë shtatzanisë, lindjes e deri të zhvillimi i hershëm i fëmijës. Platforma e-Kosova tashmë ofron 245 shërbime, ndërsa përveç mundësimit të regjistrimit të menjëhershëm, menjanon edhe gabimet manuale. Ngjarja jetësore e lindjes fëmijës është vetëm ngjarja e parë të cilën e kemi trajtuar. Tashmë jemi në fazën e kontraktimit edhe për 3 ngjarje të tjera jetësore të qytetarëve. Është vdekja e një të afërmi, pastaj është ndrimi i adresës vendbanimit, si dhe hapja e një biznesi. Në këtë rast, Dikasteri i Digitalizimit vën pas se sistemi shkëmben të dhëna në kohë reale mes institucioneve kryesore, duke ofruar shërbime automatike dhe të personalizuara për qytetarët. Ambasadori gjerman e cilësoi projektin si hap drejt shtetit modern dhe konfirmoi mbështetjen përmes gizit. Ky projekt e bën më të lehtë jetën për nënat në procesin e regjistrimit të fëmijëve dhe për këtë arsye besoj që është një veprim i mbar. Mendoj se është shumë e rëndësishme të tregohet dhe të vihet në pa kjo punë. Pra është një databazë shumë e rëndësishme. Për këtë jam shumë krenar që ishim pjesë e ndihmës së gizit bashkë me sistemin shëndetësor të Kosovës. Ky projekt është testuar fillimisht në Gjilan dhe Ferizaj dhe pritet të zgjerohet edhe në komunat të tjera përfshirë Prizrenin, Vushtrin, Pejën, Gjakovën, si pjesë e reformës së sistemit të informacionit shëndetësor që synon transformimin e shërbimeve brenda 3 viteve të ardhshme. Prokuroria themelore në Prizren ka urdhëruar bllokimin e 42 pronave me vlerë rreth 3 milion euro në kuadër të një hetimi për falsifikim dokumentesh dhe mashtrim. Sipas prokurorisë, rasti lidhet me përfitim të kundërligjshëm dhe pengim të kthimit të pronave te pronari i ligjshëm. 3 persona në hetim, ndërsa 2 prej tyre ndodhen nën masa sigurie, ndërkohë që pas përfundimit të procedurës, pronat pritet i kthehen të dëmtuarit.
Ministria e Tregtisë ka shqiptuar 18 gjoba ndaj Kecit në vlerë prej 90.000 eurosh, pasi për 18 njësor është konstatuar se u kishte skaduar afati i vlefshmërisë. Sipas Ministrisë, gjatë muajit prill ka vazhduar verifikimi i ankesave të konsumatorëve për parregullsi në njësorët elektrik. Komisioni ad hoc ka pranuar 574 ankesa të mbështetura me dëshmi për devime në orë dhe datë.